Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar lidhur me statusin e tij të nëngradës, duke theksuar se ai është një njeri pastër dhe se akuzat e ngritura ndaj tij ishin të pabazta. Ai theksoi se pas hetimeve të kryera rezultoi se ai dhe bashkëshortja e tij kishin kursime të ligjshme prej 100.000 eurosh dhe se asnjëherë nuk kishin shkelur ligjin. Sali Berisha shtoi se ata që akuzuan madje kishin mashtruar, ndërsa personi që firmosi nëngradën e tij, referuar sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, tani është shpallur nëngrada në vendin e tij. Nëngrada ime de facto, siç kemi konstatuar pas vettingut 34 vjeçar të prokurorëve politik të Edwin Ramos, doli se Sali Berisha, i akuzuar për korrupsion, kishte kursime së bashku me bashkëshorten 100.000 euro në punën e tyre 54 vjeçare. Një apartament 40 metra më të madh se ai që ka patur, doli se nuk e kishte shkelur kurrë ligjin, ai dhe fëmijët e tij. Pra për mua ata që më akuzonin, ata mashtruan dhe fatmirësisht njeriu që frimosi është sot nëngrada në vendin e tij. Dhe ky është kur i thon karma rikthehet dhe ai mori atë që meritonte nga presidenti Donald Trump, u shpreh ndër të tjera Sali Berisha. Audio Jungle.